Qetin Rek. Përshëndetje, po ju hapa live me flamurin e UÇK-s, pikërisht në sheshi flamurit, janë pamjet live, po... Lavdi familjeve të dëshmorëve invalidëve, po edhe veteranëve të shërbimtarë. Kish do nëntor në Vlorë? Po, përshirtin të nëntor. To janë edhe pamjet live, si që shikoni, janë të shumët, mund të them shqiptarët e Kosovës që janë të lidhur ngushtë me Vlorën, me Shqipërinë. To janë edhe pamjet fantastike të këtij flamurit të madh të UÇK-s, që ka brenda dhe flamurin shqiptar pikërisht nga sheshi i flamurit. Jemi pikërisht live, ndërsa nga ana tjetër kemi flamurin e shqiptarisë. Dy flamur të mëdhenj që janë vendosur për herë të parë këtë vit në godinën ikonike që është përpara sheshit të flamurit, ndërsa kjo atmosferë festive e cila shfaqet në këtë vend është një atmosferë e cila çdo vit e papërsëritshme, është i vetmi vend që e organizon, që i mbledh shqiptarët, i bën bashkë, kaq bukur. Çfarë do lloj, ne themi çfarë do lloj konflikti mund të ketë, sheshi i flamurit i mbledh, i bashkon. Sot ka pasur ceremoni në orët e para të mëngjesit, që prej orës 9 mund të them, që ka qenë në Muzeun e Pavarësisë. Më pas ka vijuar në sheshin e flamurit, dhe edhe pse ka kaluar disa orë nga ceremonia, nuk ndalen njerëzit të cilët vinë, vijojnë festën, vijojnë aktivitetin, vijojnë takimet, fotografit, videot dhe me radhë. Kosova mban vendin e parë për sa i përket vizitave nga, mund të them, vendet shqipfolse, patjetër. Po ashtu ka pasur nga Maqedonia, ka pasur nga Malizi, ka pasur nga treva të ndryshme, cilat apo edhe nga diaspora. Vetë sheshi i flamurit është vend ikonik, është vend simbolik, dhe paktën të gjithë e mbajnë mend pamjen e vitit 2012, kur i gjithë niste në sheshin e flamurit Turma dhe përfundonte rreth 4 kilometra në tutje. Çka tregoj edhe numrin e madh të shqiptarëve, se sa shumë jemi jo vetëm në Shqipëri, Kosovë, Malzi, Maqedoni, po në gjithë botën. Sheshi i flamurit ngjelet një simbolik dhe ngjelet një vend, tamam vend i veçantë. Nga do shikojmë muzikore. Po shohim faktikisht edhe pamjet direkte nga Vlora, gjithashtu flamurin QQZ gjithandaj, pam edhe flamurin e UÇK-s. Enrek, të faleminderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt nga Vlora. Faleminderit edhe juve dhe ju përshëndesim nga ky vend i veçantë. Unë sot në një farë mënyre e kam nxjerr simbolikën, sepse e kam thënë edhe më përpara që vendin, pra Adeun, dashuria për Adeun fillon nga familja. Dhe sot edhe në lidhjet e mia direkte kam zgjedhur që të nxjerr edhe vajzën time, kështu që të veshur me simbolet shqiptare. Kjo është Noa Mehmeti dhe është pikërisht nga sheshi i flamurit, për të treguar që gjithë dhe kushdo që ka mundësi ti trashëgoj gjithë vlerat për shqiptarinë edhe për Shqipërinë. Ndërkohë po e përmbyll edhe me një mesazh nga qytetarët të Kosovës, të cilët kanë ardhur enkas me flamurin e UÇK-s. Po, faleminderit shumë Enrek për këtë lidhje. Çdo punë e tokës shqiptare është punë e ardhmë. Faleminderit shumë